Diana Clark jetonte me prindërit dhe vëllain e saj më të vogël në një qytet të humbur në pjesën veriore të Alabamës. Ajo ishte mësuar me punë të rënda që në moshë të vogël dhe e dinte se nuk duhej të priste ndihmë nga jeta. Babai i Dianës pësoi një aksident të tmerrshëm disa vite më parë, duke lënë atë të paaft për të punuar. Që nga ajo kohë, bara kryesore e kujdesit për familjen kishte rënë mbi supet e nënës së saj. Për të siguruar jetesën për burrin dhe dy fëmijët, Gloria Clark duhet të punonte dy punë, duke balancuar pozicionet si pastruese dhe kamariere. Diana e kuptonte sa e vështirë ishte për nënën e saj, prandaj gjithmonë përpiqej ta ndihmonte dhe ta mbështeste në kohë të vështira. Sigurisht, familja Clark nuk mund të quhej vërtet e varfër, por askush nuk e dinte sakrificën që Gloria duhet të bënte për të siguruar që ndryshimi i tyre shoqëror nga familjet e pasura të bëhej më i padukshëm. Gloria ishte gjithashtu me fat që kishte një vajzë si Diana, e cila kurrë nuk kërkonte gjëra të shtrenjta apo pajisje moderne të modës. Ajo ishte mësuar të ishte modeste që në moshë të vogël dhe gjithmonë mund të bënte në më pak. Duke qenë fëmia më i madh në familje, Diana përpiqej të ndihmonte vëllain e saj me studimet, në mënyrë që nëna e saj të mund të pushonte pas pune. Babai i saj gjithashtu përpiqej të qëndronte aktiv, duke riparuar pajisje të vogla shtëpiake. Sigurisht, kjo punë nuk sillte shumë të ardhura, por çdo dollar ishte i çmuar në situatën e tyre të vështirë. Për këtë arsye, Diana vendosi të mos merrte pjesë në mbrëmjen e maturës, duke kuptuar që nëna e saj do të duhet të kursente për muaj të tërë për të mundur t'i blinte një fustan dhe këpucë. Gloria, megjithatë, ishte rreptësisht kundër këtij vendimi. Zemër, mbrëmja e maturës ndodh vetëm një herë në jetë, nuk mund ta humbasësh, i tha ajo. Mos u shqetëso, mami, është në rregull, nuk dua vërtet të shkoj. Cili është kuptimi i shpenzimit të kaq shumë parave për këtë ngjarje? Protestoi Diana. Sytë e Glorias u mbushën me lot. Sigurisht ajo e kuptonte që Diana kishte të drejtë dhe se po e bënte për të mirën e familjes, por ajo gjithashtu dëshironte me çdo kusht ta bënte vajzën e saj të lumtur, sidomos pasi ajo ishte privuar nga kaq shumë gjëra në jetë. Pavarësisht protestave të së bijes, Gloria arriti të fitonte. Diana mori pjesë në mbrëmjen e maturës, por u largua nga festa më herët se të tjerët. Kur erdhi koha për të vendosur për të ardhmen e saj pas diplomimit, Gloria këshilloi me forcë që të shkonte në kolegj. Megjithatë, Diana dëshironte të gjente një punë për të lehtësuar sadopak barrën e nënës. "Çfarë lloj pune mund të gjesh pa një diplom kolegji? Do të fshish dyshemet si unë?" i tha Gloria. "Çfarë ka të keq që të fshish dyshemet, mami? Ti e bën dhe nuk ka asgjë të keqe në këtë. Pse unë duhet të jem ndryshe?" argumentoi Diana. Është e vështirë të thuhet se si do të kishte përfunduar debati mes dy grave nëse Howard Clark nuk do të kishte ndërhyrë. Duke lëvizur me karrocën e tij, ai u drejtua në mes të dhomës dhe i foli Dianës. "Më fal, bia ime, por e ke gabim. Ardha jote është jashtëzakonisht e rëndësishme për mua dhe për nënën tënde. Përndryshe, për çfarë arsye do të duronim gjithë këto sakrifica?" Fjalët e Howard i kishin thënë një vërtet të padiskutueshme, dhe Diana u detyrua të pranonte se ai kishte të drejtë. Kështu familja e tyre arriti në një marrëveshje që Diana duhet të vazhdonte arsimin e saj. Megjithatë, ajo ende planifikonte të ndihmonte nënën e saj në kohën e lirë nga studimet. Fatmirësisht, fati ishte në anën e vajzës së re punëtore dhe të vendosur, duke ndihmuar të pranohej në universitet që në përpjekjen e parë. Profesorët e pëlqyen menjëherë Dianën, e cila tregoi një interes të sinqert për studimet, ndryshe nga ata që studionin vetëm sepse i kishin dërguar prindërit. Koha kalonte. Gjatë ditës Diana ndiqte leksionet në universitet, ndërsa në mbrëmje nxitonte për të takuar nënën e saj për ta ndihmuar me punët. Gloria u përpoq disa herë ta binte të bien që të mos e bënte, por Diana këmbgulte dhe thjesht refuzonte ta linte nënën e saj vetëm. Ajo mendonte se gjithçka në jetën e saj ishte planifikuar me kujdes dhe se asgjë e jashtëzakonshme nuk do të ndodhte ndonjëherë. Por më pas, ndodhi diçka që ndryshoi rrjedhën e ngjarjeve. Një ditë teksa kthehej nga universiteti, Diana u kap nga një shirr rrëmbyeshëm. Ishte një rrebesh i vërtet dhe ajo do të ishte lagur plotësisht edhe sikur të kishte një çadër me vete. Ajo mori stren në çatinë e një stacioni autobusi dhe priti me durim që shiu të pushonte. Megjithatë, shiu nuk pushoi, përkundrazi u bë edhe më i fortë, gjë që e shqetësoi shumë studenten e kolegjit.
Nuk kishte askënd tjetër në stacionin e autobusit përveç Dianës. Shumica e njerëzve ose ishin strehuar në dyqane ose nuk ishin dalë fare nga shtëpitë e tyre. Për fat të keq, për shkak të motit, transporti publik po funksiononte keq dhe Diana nuk mund të merrte asnjë taksi. Pa prit mas një makinë luksoze SUV ndaloi pranë stacionit të autobusit. Xhami shoferit të ul duke zbuluar një burrë rreth të 45-tave që ishte ulur pas timonit. I panjori buzëqeshi dhe tha: "A do të qëndrosh aty në shi apo do të hipësh në makinë?" Diana ngriti sytë dhe pa burrin në makinë me dyshim. Ai ishte mësuar të ishte kujdesshme me të huaj dhe nuk do të hipte në një makinë me dikë që nuk e njinte. "Faleminderit, por do të pres autobusin," tha ajo me mirësjellje por me vendosmëri. Burri qeshi but dhe tha: "Me këtë stuhi, nuk mendoj se do të vi ndonjëherë, por më tepër, nuk po të ofroj një udhëtim pa arsye. Eja, do të çoj në shtëpi." Diana ende hezitonte, por pastaj burri vazhdoi: "Jam Andrew Bennett, kam një biznes këtu në qytet. Nuk e di nëse ke dëgjuar për kompaninë Bennett Enterprises, por unë jam pronari." Sytë e Dianës u zgjaruan. Sigurisht që kishte dëgjuar për atë kompani, ishte një nga më të mëdhat në qytet dhe të gjithë e dinin. Ajo e shikoi më nga afër burrin dhe pas disa sekondash e njohu. Kishte parë një artikull në gazetë për të, ku flite për suksesin e tij. Duke parë që burri nuk duke si një person i rrezikshëm dhe duke qenë se emri i tij ishte i njohur, Diana vendosi të pranojë ofertën. Hipi në makinë dhe i tregoi adresën. Gjatë rrugës Andrew filloi të bisedonte me të. Ai ishte kurioztar të dinte se çfarë bënte ajo dhe kur Diana i tha se studionte në universitet dhe punonte për të ndihmuar nënën, mbeti impresionuar. "Duhet të jesh një vajzë shumë e vendosur. Nuk është e lehtë të menaxhosh studimet dhe të punosh njëkohësisht." "Po mundohem," u përgjigj Diana me një buzëqeshje të zbetë. "Nuk dua që nëna ime të mbajë të gjithë barrën mbi supe." Andrew e shikoi me admirim. Kur mbërritën te shtëpia e saj, nxorri një kartë vizitë dhe zgjati. "Nëse ndonjëherë do të kërkosh një punë të vërtetë, më telefono. Kam nevojë për njerëz të zgjuar dhe punëtor në kompaninë time." Diana mori kartë vizitën me një ndjenjë habie. Ajo nuk e dinte nëse ai po thoshte më të vërtetën, apo thjesht po ishte i sjellshëm, por gjithsesi e falenderoi dhe doli nga makina. Kur hyri në shtëpi dhe i tregoi nënës së saj për takimin e papritur, Gloria nuk e fsheu shqetësimin. "Duhet të jesh shumë e kujdesshme, zemër," tha ajo. "Nuk e dim se çfarë qëllimesh ka ai burr." "Po mami, e di, nuk do ta marr lehtë," e siguroi Diana. Në ditët që pasuan, ajo e la kartë vizitën më njanë dhe u përqendrua te studimet dhe puna e saj. Megjithatë, pasi kaluan disa javë, Diana filloi të mendonte më seriozisht për ofertën e Andrewt. Nëse ajo mund të gjente një punë të mirë në kompani, atëherë ndoshta nuk do t'i duhej të punonte orë të gjata si më parë, dhe do të mund të ndihmonte më mirë nënën e saj. Pas shumë mendimesh dhe diskutimesh me nënën, ajo vendosi ta telefononte Andrewn. Për hapjen e saj, ai e mbajti fjalën dhe e ftoi për një intervistë pune. Kur ajo mbërriti në zyrën e tij, ai e priti me një buzëqeshje të ngrohtë. "Jam i lumtur që vendose të më telefonosh," i tha ai. "Kam një pozicion të lirë në departamentin administrativ. Nuk është punë e lehtë, por besoj se ti mund ta bësh." Diana u ndi emocionuar dhe e friksuar në të njëjtën kohë. Kjo ishte një mundësi e madhe për të, por gjithashtu një përgjegjësi e madhe. "Përpiqu dhe më trego se çfarë mund të bësh," tha Andrew me një buzëqeshje. "Nëse punon fort, mund të ngjitesh lart." Diana pranoi ofertën dhe filloi punën në kompani. Megjithëse në fillim ishte vështirë, ajo përshtat shpejt dhe tregoi aftësi të shkëlqyera në menaxhim dhe organizim. Në muajt që pasuan, ajo u bë një punojëse e çmuar në kompani dhe Andrew filloi të shinte si një nga njerëzit më të rëndësishëm të ekipit. Ai gjithashtu e ndihmoi atë të zhvillojë profesionalisht, duke i dhënë mundësi të mësonte më shumë dhe të rritej në karrierë. Përfundimisht, Diana arriti një sukses që as nuk e kishte imagjinuar. Jo vetëm që arriti të ndihmonte familjen e saj, por edhe të ndërtonte një të ardhme më të mirë për veten. Ajo kuptoi se ndonjëherë jeta të sjell mundësi të papritura, dhe ajo që ka rëndësi është të kesh guximin t'i kapësh ato. Me kalimin e viteve, Diana vazhdoi të rritej profesionalisht dhe fitoi respektin e të gjithëve në kompani. Andrew e vëzhgonte me krenari dhe ndjete se kishte bërë një zgjedhje të mirë, duke i dhënë asaj një mundësi. Një ditë, ai e thirri në zyrë për një bisedë të rëndësishme. "Diana, ke qenë një pjesë thelbësore e kompanisë sonë," tha ai me një ton serioz. "Dhe unë kam vendosur të ofroj një pozicion më të lartë.
Dua që ti të jesh drejtuese një prej departamenteve kryesore. Sytë e Dianës u zgjeruan nga habia. Kjo ishte një mundësi e jashtëzakonshme dhe diçka që ajo nuk e kishte pritur kaq shpejt. Unë nuk di çfarë të them, murmuriti ajo. Thua që do ta pranosh, qeshi Andrew. E di që ke aftësinë për ta bërë këtë punë. Diana buzëqeshi dhe pas një momenti reflektimi dha përgjigjen e saj. Po, e pranoj. Kjo shënoi fillimin e një kapitulli të ri në jetën e saj. Ajo vazhdoi të punonte me përkushtim dhe me kalimin e kohës, arriti suksese edhe më të mëdha. Jo vetëm që siguroi një të ardhme të ndritur për veten dhe nënën, por u bë një shembull frymëzues për të tjerët që ndërronin për një jetë më të mirë. Diana kuptoi se pavarësisht sfidave dhe vështirësive, me vendosmëri, punë të palodhur dhe pa guxim, çdo ëndër mund të bëhet realitet.